بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jalla lavdërojmë atë, falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën na udhëzon Allahu me mirësinë dhe urësinë e tij, nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tij, nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok e rival, edhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jalla qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut Azza wa Jall, edhe sonte do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës që ka të bëjë me 3 pyetjet e natës së varrit, thjesht duke u përgjigjur se çfarë duhet përgatitur besimtari që kur të pyetet në ato 3 pyetje, çfarë përgjigje dhe cila është përgjigjja e saktë. Kemi folur për pyetjen e parë, se kush është Zoti yt. Jemi duke folur në pyetjen e dytë, se cila është feja jonë, edhe kemi filluar me shpjeguar, domethënë Islamin në përgjithësi, duke e treguar se Islami ka më tepër se një kuptim si termi Islam kur përdoret, edhe kemi thonë është fjala Islam, ajo besimi i drejt i gjithë pejgamberëve që të adhurohet vetëm Allahu Azza wa Jalla dhe mos të shoqërohet askush atina. Ky Islam, ky tauhid, ky besim edhe të ngjashme që ka të bëjë me pejgamberët apo ringjalljen, janë dërguar të gjithë, domethënë pejgamberët me këtë mision. Masandej është kuptimi i dytë i Islamit që ka të bëjë me çështjen e fesë tonë me të cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, qoftë ajo që ka të bëjë me anën e besimit apo me atë që ka të bëjë me anën e jurisprudencës dhe çështjeve praktike. Ky është Islami. Mirë po, përdoret Islami edhe me një term tjetër, ajo është kur tregojmë nivelet e fesë islame. Niveli më i ulët është Islami, niveli i dytë është imani, niveli i tretë është ihsani. Të që trijat kanë ardhur, domethënë në hadithin e Xhibrilit të gjatë që shpesh po e përmendemi. Kemi folur në ligjëratën e kaluar në lidhje me nivelin e parë të fesë islame, që është vetë Islami. Sonte me lejen e Allahut Azza wa Jalla do të flasim për nivelin e dytë të fesë islame, që është imani, edhe do të tregojmë 3 çështje që kanë bëjmë me imanin, do të tregojmë edhe kushtet e imanit sa të kanë ardhur edhe në hadithin e Xhibrilit, e do të flasim për secilin nga pak, edhe do të tregojmë argumentet me të cilat ka argumentuar autori kur i ka përmendur këto çështje. Sa i përket të çështjes së parë, çështjes se çka është imani, thash do të flasim në 3 pika në lidhje me të, fillimisht duke e treguar, domethënë për kufizimin e tij në aspektin shariatik, çka është imani, çka është besimi. E dyta, se imani edhe shtohet edhe dobësohet, edhe e treta, se besimtarët nuk janë njëjtë në realizimin e këtij imani. Se përket pikës parë, se si definohet imani, edhe imani të Ehli Sunnetit definohet me atë se imani është besim me zemër, shqiptim me gojë, edhe të vepruarit me gjymtyr. Po jo çdo shqiptim, çdo fjale, jo çdo vepre, jo çdo besim i mbrëmshëm me kështu me radhë. Mirë, po kur flasëm shqiptim me gojë, kemi fjalën për shahadetin, që faktikisht për me realizu njeriu imanin duhet me thonë shahadetin la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah,
edhe nuk arsyetohet askush në lënien e tij përveç ai i cili është me mec, nuk mund domethënë me fol, për ndryshe nëse dikush pretendon se është musliman dhe nuk thot shahadetin kur në jetën e vet, kemi treguar se ai person nuk është besimtar, duke treguar edhe komponentin e dytë të imanit, ai është çështja e besimit me zemër, me besu në zemrën besimtare, edhe me adhuru Allahun azza xal me zemrën e tij, me veprat e zemrës, me frikë e shpresë, dashuri e pendim, mbështetje e kështu me radhë, çdo gjë që është vepër e mirë dhe ibadet i zemrës, mirë po, nëse ka besim me zemër edhe ka shqiptim me gojë, padyshim se ai edhe reflekton me të vepruarit me gjymtyr, edhe kemi treguar edhe shpesh edhe në këto ligjërata, po edhe në ligjërata tjera, se nuk ka mundësi njeriu me qenë besimtar, edhe me pretendu se është besimtar, edhe thjesht me jetu kohë gjatë, edhe s'don me hiç e me bë asnjë vepër, as më fal, as me agjëru, as me jep zakat, as me shku në haxh, as me urdhëron të mirë, as me ndalu nga keqja, as me bë xhihad, e me luftu për rrugën e Allahut azza xal, realisht nuk ka mundësi me pas në besimtar të tillë, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informuar se al-ayn fi al-jasad mudgha, idha salahat salaha al-jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Domethënë në trupin e njeriu është një copë mishi, nëse ai është në rregull, i tërë trupi është në rregull, nëse ai është e prishur, i tërë trupi është i prishur, ai është zemra, që i bie që nëse ka njeriu zemrën mbushur me iman, edhe trupi s'ka çare para reflektu. Edhe ganjen ai i cili pretendon se kam zemrën e mirë, ndërsa nuk e shoqëron këtë zemër të mirë sipas tina me vepra të mira, mirë po veprat e këqija dhe mëkatet e tina tregojnë se ose imani i tina është i dobët tërësisht, ose nuk ka fare, domethënë iman. Këto tri komponente realisht kanë ardhur në hadithin e vërtet që transmeton domethënë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, transmeton edhe Buhariu dhe Muslimi, domethënë kur ka treguar se imani dohet në 60, në transmetim 70 e disa deg, e ka cekur që më e larta është fjala la ilaha illallah, më e ulta është domethënë me larguar një pengesë për rrugë, ndërsa turpi është prej imani. Edhe ishe kur e ka treguar se imani ndahet në deg, kur ka filluar me ilustru me shembuj, prej secilit prej këtyre komponenteve që thash përkufizohet imani me tu, e ka cekë ai vepër. Shqiptimin me gojë, që thash është pjesë përbërëse e imanit, ka thonë ala la ilaha illallah. Më e lartë është me shqiptu fjalën la ilaha illallah. Çështja e të vepruarit me gjymtyr, ka thonë wa adnaha imatatul adha min at-tariq, tariq me largu pengesën për rrugës, domethënë edhe pse është me ulta mirë, po është për iman, që domethënë që vepra është për imanit, se s'ka iman pa vepra, edhe wal haya'u min al-iman, turpi është për imanit, nga se realisht turpi është vepër e zemrës, e që realisht pa këto tri komponente nuk ka iman. Pa besim me zemër, pa shqiptim me gojë, edhe pa të vepruarit me gjymtyr, nuk ka domethënë iman. Çështja e dytë që ka të bëjmë me imanin është se imani nuk është nuk rrin në vend, që e thojmë ne, ase rritet, e forcohet, ose dobësohet, e zvoglohet. Për këtë kanë ardhur shumë edhe ajete, edhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po edhe ajo nga që shohim për jetës praktike secili prej neve. Domethënë ka ajete, domethënë që kur është sekur, domethënë çështja e imanit, o idha ma unzilat suratun فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Dhe kur ju zbret ndonjë sure atyre, thonë kush për juve ju ka rrit imani, kuna ju ka rrit imani me këtë sure që ka zbritur. Ata që të kanë besuar, ju rritet imani dhe thjesht përgëzohen. Ka një jetë tjetër, wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dhe kur ju lexohen argumentet e Kuranit atyre, ju rritet imani dhe mbështeten në Allahun azza wa jall. Thjesht ka ajete që është përmend tekstualisht me këtë fjalën ziyadatul iman, rritja e imanit, mirë po ka edhe fjalë domethënë sinonime të rritjes së imanit që aludohet domethënë se imani rritet. Realisht sa i përket dobësimit, nuk ka ndonjë tekst pothuajse direkt përveç hadithit, domethënë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'kam pa më të mangëta në mendje dhe në fe,
që ja hopni mendjen një burrit të pjekur se gratë. Thotë s'kom pa dikush që ka mangësi në mendjen e saj edhe në fenë e saj që ja hopni mendjen burrit të rritur e të pjekur se jo gratë. E këtu fjala mangësi në fe është fjala për mangësi në iman, që i bie faktikisht që imani ka mundësi edhe më u dobësu. Realisht pejgamberi sa më ka sqaruar se çka është mangësia në mendje dhe çka është mangësia fe. Mangësia në mendje ka thonë se dëshmia e grus është sa gjysma e dëshmisë të burrit. Për me konë ekuivalente në dëshmi e grus me të burrit do të me konë 2 gra me një burr. Ndërsa mangësia në fe është se realisht ajo kur i ka të përmojshmet apo leonin, realisht as nuk falet e as nuk agjeron, nga se kemi treguar në gjërat e kaluar se ajo çështje është ndaluar për to. Thjesht imani rritet me punë të mira, e zvogëlohet me gjunahe. Thjesht njeriu bën punë të mira, i rritet imani. Njeriu bën mëkate, i dobësohet imani. Tash këto janë argumentet që janë cekur edhe në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirë po edhe janë çështje thjesht që i ndjen secili prej neve në veten e tina. Se thjesht ka lënë nëpër kohë dhe epoka të ndryshme kur e ndjen që ka iman më të fortë, edhe ka vullnet me bë punë më të mira, më shumë, edhe mu largu prej mëkateve, se tash po na vjen Ramazani, ne e dim se nuk jemi njëjtit në Ramazan, ashtu që jemi jashtë Ramazanit. Nuk e kemi njëjtin vullnet me punë të mira në Ramazan që e kemi jashtë Ramazanit, se e shohim faktikisht se shumë malet edhe na vjen me agjeru, edhe më falë, edhe qofse imami këndon gjatë, edhe me dhon sadaka, edhe thjesht me lexu Kur'an, me bë dhikre, shumë vepra të mira që i bëjmë, faktikisht janë argumente të qarta se ndjem në jetën tonë praktike dhe në zemrën, në shpirt se realisht diçka me këtë imanin tonë është të ndodhur, nga se nuk është i njëjti, po u rrit. Fatkeqësisht edhe e vren runa Zot pak njeriu mu largue për një rrethit ku s'ka musliman. Edhe thjesht jeton për disa ditë, a mos thon disa javë muj, në vend ku gati s'shet xhami afër, apo nuk nin kur rezon, apo thjesht me ata që të rënohen ti, kush prej tyre nuk falet. Realisht aty ke me ndjen veten tënde se imani jot ka filluar me u dobësu. Kjo është çështja e dytë sa i përket kësaj, imanit. Çështja e tretë është se njerëzit në realizimin e imanit nuk janë në një nivel, mirë po ata dallojnë, disa janë më të devotshëm, e disa janë edhe më të devotshëm, e fatkeqësisht disa janë që i përzin gjërat kajer edhe bojnë punë të mira, edhe bojnë mëkate. Për argumente ka shumë në të, një për argumenteve nështë të qarta ka ardhur në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka pa një ëndër edhe i ka pa njerëzit në të veshur disa me këmisha, që këmisha ju vinte deri te kërhërori, e disa e kishin më nalt se kërhërori, e thot kam pa njeri i cili këmisha i shkon të zvarë, e të rjek të zvarë. Edhe e kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se si e ke komentuar këtë ondër që ke pa ja Rasulullah, thotë e kam komentuar me fe. Ai i cili e të rjek të zvarë, thotë e kam të pa Omerin radhiyallahu ta'ala anhu duke të rjekur këmish zvarë. E kam komentuar me fe, që ai i cili kishte drejtë kërhërore, fenë kishte ashtu. Ma ai i cili kishte edhe më nalt, edhe më dobët. Ai i cili të rjek të zvarë, si Omerin radhiyallahu ta'ala anhu në këtë rast, faktikisht i bie që kishte devotshmëri, edhe kishte fe, edhe kishte realizim edhe praktikim më tepër se shumë prej sahabëve edhe prej umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ndoshta ajeti më i qartë që ka ardhur me e treguar këto nivelet se si besimtarët e realizojnë imanin është fjala e Allahut azza wa jall, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah, dhalika huwa al-fadlu al-azim. Dhe pastaj ju kemi lënë trashëgimi librin atyre robëve tonë që kemi zgjedhur. E prej tyre ka që janë zullumçar vetes së tyre, e prej tyre ka janë mesatar, e ka prej tyre që faktikisht garojnë për të mira.
me lejen e Allahut Azza wa Jall. Pra i ka cek 3 nivele. Niveli i parë, që i ka cekur në këtë rast thotë janë zullumçar, se realisht çalojnë edhe në kryerjen e obligimeve, edhe zhytën në mëkate, domethënë edhe nuk i kryjnë farzet, po edhe bin harame. Ky është niveli i dytë, Zoti mos na bëf prej tyre. Niveli i parë, ndërsa niveli i dytë është më i mirë se kë, i kryen obligimet, i kryen farzet, i largohet prej harameve, po mjaftohet me çaq. E niveli i tretë, që është domethënë niveli më i lartë i besimtarëve, që ka thonë Ibn Qayyimi, na veç po flasëm për ta, se as nuk jem prej tyre, as nuk jem afër tyre, veç po kem çef me i përmendë ndoshta Zoti na shpërblen veç të ja u përmend sifatet e tyre, thotë përveç që i kryjnë farzet, i kryjnë edhe veprat që janë vullnetare, përveç që ndalohen prej harameve, largohen edhe prej çështjeve që janë mekruhate, të mos preferuara. Mirë po largohen edhe prej çështjeve të dyshimta, thotë edhe largohen prej atyre gjërave që realisht në parim nuk janë që janë haram, mirë po janë të lejuar në këtë dynjë, mirë po kurfar dobija nuk i në ahiret për to. E këta shkallës tretë nuk mjaftohen mu largu pe harameve, pe atyre që janë mekruh, pe atyre që janë dyshimta, mirë po kësa që janë të lejuar, mirë po që kurfar hajri s'ka do në ahiret, largohen domethënë prej tyre, e këta janë domethënë niveli më i lartë i tyre. Këtë nivelin e dytë dhe tretë ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që është hadith qudsi, men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, kush ma armitson në mektimin, në valitimin, unë do të shpallë atij luftë. E masandej ka vazhdu, ka thonë edhe robi vazhdon të afrohet Allahut, nuk i afrohet robi Allahut me asgjë më të mirë se ma që ja ka bë obligim. Kjo është shkolla e dytë. E pastaj të vazhdon robi të afrohet Allahut edhe me vepra vullnetare derisa të duan atë. Kur e duan atë, do të bëjmë dëgjimi i tij me të dëgjon syrit i më cën, domethënë sheh dorat i më cën prej këmbët i më cën ec, nëse më pyet diçka do të jap, nëse kërkon mbrojtje për diçka do të e mbroj e kështu me radhë. Faktikisht i ka cekur këtë nivelin e tretë besimtarëve, të cilët e kanë realizuar plotësisht domethënë imanin. E pa dyshim se këta janë pejgamberët fillimisht, mirë po nuk përjashtohet që me pas edhe nga sahabët, edhe nga domethënë shokët e pejgamberëve mërshëm, mirë po edhe në vazhdimsi me pas si njerëz e Zoti mos e lash tokën pa kësi njerëz. Këto janë ato 3 pikat që kanë bëjnë fillimisht vetëm me çështjen e imanit me e definu, edhe pse ka edhe mesele tjera, mirë po këto janë ndoshta më të rëndësishme që ka nevojë me i ditë na. Do të kalojmë në pjesën e dytë të dersit, e ka të bëjmë me i sfiguar, domethënë kushtet e imanit, apo shartet e imanit që ju kanë thonë pleqt përpara, se të kanë ardhur edhe në hadithin e Xhibrilit, mirë po hadithe tjera, domethënë kur është pyetur për imanin, edhe e ka përkufizuar se imani është me besu në Allahun, me besu në melaqet e tina, me besu në librat e tina, me besu në pejgamberët e tina, me besu në ditën e gjykimit, dhe me besu në përcaktimin në kaderin e Allahut Azza wa Jall, qofta i mirë apo i keq, domethënë për neve njerëzve. Do të mundohem tash ngadalë me fol për secilin, domethënë, edhe pse sigurisht që nuk do të mundem me kry gjitha sonte, mirë po do të flasim për disa prej tyre, në mënyrë të shkurtuar, sa i përket kushtit të parë, sa i përket besimin në Allahun Azza wa Jall. Ndoshta këto nuk ka nevojë sa me përsërit veten shumë, se realisht prej fillimit të librit jemi duke folur në këtë punë, sidomos të pyetja e parë se kush është Zoti ynë, thjesht jemi koncentruar shumë në këtë pikë, ajo është që me njoft Allahun Azza wa Jall dhe zotësinë e tina, sa i ka kriju, ai e furnizon, ai mbikëqyr dhe menaxhon çdo gjë, është ai i cili edhe jep jetë, mirë po edhe merr shpirta, është ai i cili edhe njerëzve i bën dobi, mirë po edhe u largon zararin edhe dëmin, e ai cili ngrit, e ul, e kështu me radhë, faktikisht çdo gjë që tregon zotësinë e Allahut Azza wa Jall apo rububiyetin e tina, kjo është çështja e parë që ka të bëjë me besimin në Allahun Azza wa Jall, besimin në emrat dhe cilësitë e tina, me besu se Allahu Azza wa Jall ka emra të bukur, ka cilësi të plota që tregojnë madhështinë e këtij krijuesi, që na bëjnë që me dashur edhe më tepër këtë Allah. E kur të dim zotësinë e tina dhe të dim përsosmërinë e tina, duhet edhe me adhuruar atë edhe çdo vepër që është ibadet, që ne me të adhurojmë dikën
t'ja bëjmë vetëm Allahut Azza wa Jall, t'ja përkushtojmë vetëm Allahut Azza wa Jall dhe askujt tjetër, e kjo quhet tauhid el-uluhiyya. Mirë po thash, këto e kena përmendur edhe më herët, nuk po përsëritemi. Ndërsa kushti i dytë i imanit është me besu në melaçe. Melaçet janë krijesa prej krijesave të Allahut Azza wa Jall. Janë të krijuara prej drite. Ka ardhur domethënë hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se melaçet janë krijuar prej drite, e xhenet janë krijuar prej zjarrit, e njeriu është krijuar prej asaj që është prezantuar në Kur'an. Domethënë Kur'an nësta përmendet se është krijuar domethënë prej dheut. Janë numër i madh, kanë cilësi të ndryshme. Allahu Azza wa Jall përmes tyre e menaxhon këtë gjellësi. Kjo është shumë e rëndësishme, domethënë me ditë, thjesht janë krijesa të krijuara nga drita me numër të shumtë, që Allahu Azza wa Jall përmes tyre menaxhon këtë gjellësi, edhe pse në formë më konkrete dishanal me fol disa çështje, domethënë se ndoshta s'na ka rro ndërsa tona fort me fol në lidhje me besimin në melaçe, me i tregu se duhet patjetër me i ditë disa çështje bazike në lidhje me punën e melaçeve. E para që me besu se ekzistojnë, si janë krijesat krijuara, krijesat të pavarura. Nuk janë, domethënë, thjesht energji e gjëra të ndryshme qysh dojnë në mënyrë filozofike njerëz, domethënë me i komentuar melaçet. Se ka pe njerëzve, domethënë se ju kanë mbush koka me filozofi që nuk i pranojnë se janë krijesa e të krijuara e që do të marrë me sifat të tyre, mirë po thojnë jo, janë domethënë shpirtra, po janë domethënë energji pozitive e kështu me radhë, që faktikisht janë mohim i ekzistimit të vetë melaçeve. Kjo domethënë duhet me ditë, nga se çështja tjetër që duhet me ditë edhe shumë rëndësitë e melaçet është se realisht ato janë të bindur ndaj Allahut Azza wa Jall, la ya'suna Allaha fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. I zbatojnë, domethënë nuk i bojnë Allahut mëkat në atë çka Allahu u dhurron, edhe e zbatojnë me pikëri atë që ju thuhet me bë, mirë po pse janë melaçet e tilla, pse janë të devotshme, të përkushtuara, nuk do të thonë se duhet me i adhuru ato, përkundrazi ato janë vetë rob të Allahut Azza wa Jall, që i bojnë Allahut Azza wa Jall adhurim. Kemi domethënë ajete la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Domethënë madhrojnë, i bojnë Allahut Azza wa Jall dhe nuk i bojnë shoqën mendje madhsi, është plagësi domethënë ndaj adhurimin ndaj Allahut Azza wa Jall, përkundrazi madhrojnë Allahun Azza wa Jall në mëngjes e mbrëmje edhe nuk lodhen. Pra thjesht janë rob të Allahut që ato edhe madhrojnë Allahun, i bojnë ibadet të Allahut Azza wa Jall, edhe nuk duhet me i marr për zota që me i adhuru ato në vend të Allahut Azza wa Jall, se edhe plot njerëz kanë besime të ndryshme, besojnë që thash për atyre që i mohojnë ekzistimin e tyre, ka për tyre që i marrin si bijat e Zotit, që i adhurojnë me dikon tjetër përveç Allahut Azza wa Jall e kështu me radhë. Çështja e dytë që duhet me ditë në lidhje me melaçet është me ditë emrat e disa melaçeve që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sidomos ato emrat që me të vërtetë janë vërtetuar se janë emrat e Allahut Azza wa Jall. Prej tyre është domethënë Xhibrili, prej tyre është Mikaili, prej tyre është Israfili, prej tyre është Melekul Mauti, domethënë melaçi i vdekjes, prej tyre është Munkar wa Nakir, që janë domethënë dy melaçet që e marrin njerin sual e bojnë në varr. Prej tyre është Malik, ai i cili e mbikëqyr zjarrin e xhenemit, e kështu me radhë emrat që kanë ardhur domethënë thash në për citate në për Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka edhe emrat që faktikisht njerëz i përdorin edhe domethënë mendojnë që janë emrat melaçe, por nuk është ashtu. Për shembull Azrailin, shpesh na përdorim Azrailin që ta merr shpirtin e Azrailin ashtu me radhë, mirë po kur ti shashit meselet edhe e kthyer argumentet nga Kur'ani dhe Suneti, e sheh se nuk ka argument për domethënë Azrailin si Azrail me këtë emër, mirë po në për tekste kuranor قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. Thuaj ja u merr shpirtin melaçi i vdekjes e cila është autorizuar për këtë punë. Mund gjithmonë është përmend vetëm si melaçi i vdekjes e nuk përmend Azrail.
apo i thojnë me laqja që me mbikëqyrë xhenetin quhet Ridwan, edhe pse është edhe kjo e njoftër ndoshta te na jo, po në botën muslimane, mirë po edhe për këtë domethënë nuk ka argument. Çështja tjetër që duhet me ditë është me ditë disa domethënë sifate të tyre, disa punë të tyre që i kryjnë. Kjo është shumë rëndësi me ditë se Allah azza wa jalla ka kriju që thash pe drite, janë me krah, ka ardhur ja'ilul malaika uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', kur ka folë Allah azza për madhrinë e tij ne thotë se i ka bërë me laçet me domethënë krah 2, 3, 4, e ka ardhur në hadith edhe më shumë se 4, ka në hadith vërtet pejgamberi sa se ka pa Xhibrilin, domethënë me 600 krah, edhe thot ata krah e kishin mbulu horizontin, domethënë supaj ke ma kurrë që e thojmë na prej krahve të Xhibrilit. Domethënë kanë mundësie mu personifiku, thjesht kena folur në këto në ders tonën në lidhje me ata musafir që i kanë ardhur domethënë Ibrahimit. Kë hadithin e Xhibrilit që e cekëm shpesh në për ligjëratat tona është se Xhibrili është personifiku në rrobat e një njeriu të panjohur me flokë të zeza, me rroba të bardha që thjesht nuk u shihshin, ka në hadith domethënë gjurmët e udhimit në të, pra thjesht mundësi e personifikimit. Mirë po ka ardhur edhe në para ajete edhe hadithe tjera për shkak që Xhibrili me laçja më e madhe është ajo e cila domethënë është autorizuar në lidhje me punën e shpalljeve, librave që i ka dërguar Allahu azza wa jalla te pejgamberët, domethënë ky ka qenë misioni i Xhibrilit, domethënë Mikaili merret me çështjen e shiut, Israfili merret me çështjen e surit, domethënë me i fri surit, Munkeri me Nekiri që i ceka domethënë e marrë njeriu sual, Melekul Mauti domethënë është ai i cili faktikisht e merr shpirtin, mirë po kemi edhe me laçe që domethënë e shoqërojnë njeriu në stop, 2 melaçe që faktikisht i shkruajnë domethënë ato se çka ai njeri vepron gjatë jetës së tij domethënë kështu me radhë. Pra thjesht ka çështje të ndryshme që ka të bëjnë me lidhje me veprat e tyre, se çka bojnë melaçet, mirë po duhet me ditë edhe meselën e fundit ajo është se domethënë ka melaçe shumë, atë në numër shumë. Ka në jetë kuranore ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, nuk ja din numrin e ushtrinë së tina askush përveç se ai, Allahu azza wa jall. Në rastin konkret është për qëllim domosdoshmë për melaçe. Ka në hadith vërtet quhet në shtëpi Beitul Ma'mur, është në qiellin e kësaj dynjaje, hyn në të shtëpi 70.000 melaçe në ditë, edhe dalin, edhe kur mos ju bjen me hije ma domethënë në atë shtëpi, që e bie që për çdo ditë në atë shtëpi hin 70.000 melaçe me adhuru Zotin, dalin dhe ma kur s'kthehen domethënë, veç para mendo sa mundet me kon numri domethënë i melaçeve, sa thash një prej misioneve të melaçeve është domethënë që e mbikëqyr Allahu azza wa jalla dhe menaxhon çështjen e kësaj gjësisë përmes tyre. Me shi, me kodra, me marr shpirta, me përcjell njerëzit, me rujt domethënë prej kaderave, e shumë vepra të ndryshme realisht, kjo është domethënë detyrë e melaçeve. Çështja tjetër apo pikë tjetër e besimit është me besu në librat e Allahut azza wa jalla, se Allahu azza wa jalla ka dërguar mesazhe, shpallje të pejgamberët me të cilat ju ka drejtuar njerëzimit që me i njoftu përmes tyre se kush është Zoti, kush është krijuesi dhe çfarë obligime shkem na karshitina, çka e kënaq Zotin, çka shkakton hidhrimin e Allahut azza wa jalla, si rregullohet jeta në këtë botë edhe si domethënë arrihet shpëtimi në ahiret, dhe nuk ka treguar se domethënë jeta nuk përfundon me vdekje, mirë po ka edhe ahiret. E këto mësime kanë ardhur përmes domethënë këtyneve librave që Allahu azza wa jalla ka zbritur te pejgambert. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist, dhe kemi dërguar pejgamber me argumente dhe i kemi zbritur atyre libra dhe peshore drejtësisë, që me njerëzit përmes tyre me majt drejtësinë domethënë mes vete në tokën e tyre. Ndërsa sa i përket librave, duhet me i pas konsiderat disa çështje. E para është se librat e Zotit, shpalljet që Allah zoti ka dërguar pejgamberëve,
janë fjalë të Zotit. Fjalë të Zotit të cilat janë të shkruara, ose i ka shkruar vetë Zoti si Tevratin kur ja ka dhënë, domethënë Musës, që e ka shkruar me dorë vet, apo e ka shpall fjalën e tij përmes Xhibrilit te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e masandej e kanë shkruar shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Kur'anin, mirë po qoftë ajo para apo e dyta, a e ka shkruar vetë Allahu azza xal si Tevratin, apo e ka frymzuar Xhibrilin me dërguar Kur'anin te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, librat e Allahut azza xal janë fjalë të Allahut azza xal, që me to ju ka dërguar, ju ka drejtuar domethënë njerëzimi, edhe kjo duhet me pas shumë të qartë, nga se është një mesele e kanë cekur dietarët më herët se Kurani për shembull është i krijuar, është fjalë e Zotit, edhe është një debat shumë i madh që ka ndodhur në mesin e muslimanëve, e janë nda shumë fraksione edhe shumë domethënë devijime në lidhje me këtë pikë, kurse ka kuptuar se Allahu azza xal flet edhe pejt folurit e tij është edhe shpalljet libra që u ka dërguar domethënë njerëzimit. Çështja e dytë që duhet me ditë në lidhje me këto libra është mja u ditë emrin disa librave. Në Kur'an janë përmend veç një 6 është përmend Kur'ani, është përmend Injili, është përmend Zeburi, është përmend Tevrati, mirë po janë përmend sahifet e Musës dhe Ibrahimit dhe Musës. Kur'ani ka zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Injili ka zbritur Isës, Zeburi Davudit, Tevrati ka zbritur Musës. Këto dhe më thonë, të trija të para tash janë të devijuara, të mbledhura në Tevrat, në dhjatën e re, dhjatën e vjetër, që këta i thojnë Bibël, e sa i përket aty në fletushkave, sahifeve të Ibrahimit dhe Musës, ajo e Ibrahimit s'ka dyshim se nuk janë këto të katërtët, ndërsa këto fletushkat e Musës ka mos pajtime mes dietarëve se a është për qëllim Tevrati, apo janë disa fletushka tjera jashtë Tevratit, e që thash ka domethënë më tepër se në mendim, pra janë dy në mendime në këtë punë. Mirë po, thjesht ato që i dim i besojmë me emra, ato që nuk i dim i besojmë se çdo pejgamberi Zoti i ka shpallur diçka që me to i ka thirrë njerëzit në besim në Allahun azza xal dhe në fenë se ka qenë i obliguar në thirrje me të. Çështja tjetër që domethënë ka të bëjë me librat është se duhet me besu në atë që ka argument më besu edhe për atyne që thjesht kanë ardhur në për libra tjera. Për shembull ka ardhur am lam yunabba bima fi suhfi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a. As ka ardhur domethënë informimi se çka ka në fletushkat e Musës dhe fletushkat e Ibrahimit, i cili ka përmbushur premtimin e tina, që askush nuk u ngarku me gjinoajn e ditë tjetër kujna, edhe s'ku mu shpërbly vetëm atë që thjesht njeri ka vepruar vetë. Pra thjesht këtë vërtet, domethënë ne ka ardhur nga Kurani dhe nga Suneti e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kjo punë është kështu, nga se e dim se librat që janë më parshme para Kuranit kanë psu devijim, është hi dora njeriu të ty, ka punuar, ka shtrembruar dhe ka devijuar, edhe tash ne nuk e dim, domethënë se çka është e vërteta aty dhe çka ka mbetur e kota aty, thjesht ajo që është konform mësimeve tona e besojmë që është e vërtetë. Mirë po, devijimet janë shumë të mëdha, saqë domethënë njeriu nuk duhet mi marr të përbazë absolutisht, mirë po përbazë të ne është Kurani, i cili ka derogu, i ka anulu çdo libër të mëparshëm, edhe në qoftë se kishin me kon Tevrati 100% ai Musës, apo me kon Injili 100% ai Isës, për neve ato nuk vlen, nga se për neve tash jemi të urdhëruar vetëm Kuranin me pasu, vetëm atë me besu, edhe vetëm sipas tina me gjyku. Edhe ne dim se edhe kur vjen Isa, kur zbret domethënë në parafundit të botës, thjesht ai nuk do të gjykon më me Injilin e tina, po do të gjykon me Kuranin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me shariatin e tij. E pra njeriu duhet me pas kujdes këtë pikë, po duhet me pas kujdes edhe një pikë tjetër, ajo se ka të bëjë se çështja e mi lexu, se ka njerëzit janë shumë kurreshtar, hajtë të lexojë, se din që ndoshta lexon diçka e hini dyshim, e faktikisht Zoti e din ku përfundon, thënë dietarët, nuk ka nevojë besimtari i cili nuk ka ndonjë interes, një dobi të madh në të.
me kon hoxh, me kon dietar, don mi lexu për shkak të thjesht mi i demasku devimet edhe bindjet që kanë ardhur në përfundim pasi që i kanë shtyr durr në të, ajo është meselë tjetër. Ama njeriu veç pej kurreshtjes hajt lexoj, hubi kohë, realisht besimtari nuk do të më bëj këtë punë nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka domethën Omerin radhiyallahu ta'ala anhu se po merret me do fletushka, domethën gjëja si në Tevrati i Musës është hidhruar dhe është nervozuar shumë që thjesht me qenë mësim për të edhe për gjithkënd që vjen pas tina që me pas kujdes se thjesht neve na mjafton Kurani edhe domethën nuk ka nevojë për diçka tjetër. Realisht nështë kështu mund me fillu edhe për me besimin e pejgamber, mirë po koha namazit nuk është afruar, ndoshta do të lejmë në ligjratën e radhës edhe besimin e pejgamber, besimin në ditën e gjykimit, edhe besimin në kaderin e Allahut azza xal. Këto do të lejmë deri në ligjratën e radhës, duke lutur Allah azza xal që na jap mirëqenie, shëndet dhe iman, edhe të na ruaj neve dhe familjet tona. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد